Tani, po të shikojmë të njëjtën aspekt që shkon dhe implementohet fryma e shenjtë në një strukturë të përjeqme dhe ajo asambleja që shikojmë dhe thot Apori Stefani në vepra 7:38 dhe përcakton ligjin e Atit, fjala e jetës që na u dha për çuar neve, por ne nuk mund të shpëtojmë veten tonë, ne nuk mund të hyjmë në beslidhje me anë të veprave, por kur hyjmë në beslidhje duke u penduar nga shkelit e ligjit dhe me anë të besimit tek kryeprifti përsosur Mesia Jeshua, sepse nëpërmjet një kryeprifti të përsosur nga çfarë ligji ka dhënë ne marrim faljen e mëkateve dhe atyre shkeljeve të ligjit dhe kështu përcaktojmë për kufizimin dhe japim detaje të fjalëve që neve themi mëkati çfarë është shkelja e ligjit. Okej, tani e di që kam shkelur ligjin e Atit, duhet të kthejmë të pendohem të mos i bëj me dhe kështu reflekton pagëzimin për larjen, pastrimin të atyre mëkateve të kaluara dhe unë kështu mos andaj marr frymën e shenjtë duke venduar dikush që zbaton të urdhërimet, festat biblike që ishin apostujt.